Ka ditë që shikoj se Fatmir Mediu është në Amerikë duke bërë foto me kongresmen dhe duke i postuar në Facebook për efekt lajmi. Shumë prej tyre i quan miq, por miq të Mediut ata nuk janë. Hipokrizia e Mediut ndaj kongresmenëve tanë në SBA fillon që me prezantimin që i bën vetes si kryetari i Partisë Republikane. Në fakt, Mediu sa për respekt të kohës që këta kongresmeni kanë kushtuar, duhet ju thot atyre që partia e tij është në emër vetëm dhe se ka 10 vjet që vetëm Mediun ka antar të saj dhe deputet në parlament. Fakti i dytë që Mediu duhet t'ju shpjegojë miqve të tij në Kongres është se Mediu është deputet në formën më të korruptuar që ekziston, listat e mbyllura dhe jo me vot. Sa i vlen lëkura Mediut, kjo mund të shihet vetëm në zgjedhje. Mediu si shumë të tjerë është në parlament me forcë si komunistët dhe jo me dëshirën e lirë të popullit. Por pyetja ngrihet, ku i gjen kontaktet Mediu dhe si e gjejnë kohën këta kongresmen që në një periudhë kaq të shkurtër të takohen me të, apo thjesht ecën korridoreve dhe këtë gjejnë në zyrë bën një foto. Duket se sekreti i Mediut është vetmja miqësi që ka, Robert Aderholt. Aderholt është një kongresmen nga Alabama dhe një figurë në institutin që organizon mëngjesin e lutjeve, një event që është kthyer në sallë lobimi për politikanët e huaj dhe që ka filluar të mos pëlqejet nga eksponentët e politikës amerikane, pikërisht sepse ka humbur thelbin e misionit fillestar. Aderholt është gjithashtu bashkëkryetari i Kokusit të çështjeve shqiptare në Kongres, dhe kjo është alarmante kur shikon se Kokusi i çështjeve shqiptare, në vend që të merret me problemet reale dhe të ndihmojë Shqipërinë, është kthyer në një vegël për të mbrojtur politikanët e korruptuar shqiptar. Te kjo e fundit, do ngrem ne si komunitet çështje në fjalë, duke ju referuar pikërisht Mediut dhe duke kërkuar dorëheqjen e Aderholt nga Kokusi i çështjeve shqiptare, që kongresmenët e fotove të Mediut nuk ja kanë iden kush është Mediu. Kjo s'do shumë mend, por kam një parandjenjë që Aderholt e di. Një nga burimet e përgjeshme të komunitetit tonë në New York më thot se Aderholt ka qenë 63 herë në Shqipëri, sigurisht në emër të Jezusit. Kjo ngre shumë pikpyetje dhe realisht dua të di se çfarë i është dashur Aderholtit në Shqipëri 63 herë. Por kjo çështje ashtu si dhe investigimi nga fara të kujtdo që prezanton Mediun me antarët e Kongresit dhe që nuk është regjistruar si lobist për një parti politike të huaj, mbeten investigimet e gazetarëve dhe të doj. Por pse Mediu ka filluar një fushat mediokër me foto 2 muaj përpara zgjedhjeve? Ai vendi në parlament e ka të siguruar në mënyrë të korruptuar gjithsesi. Në fakt, kjo është një fushat kundër drejtësisë dhe spakut. Një artikull gazete për këtë çështje fare mirë do të përdoret kundër tyre në fushatet e ardhshme në Amerikë. Siç thash më lart, po të ishin në dieni se kush është Mediu, nuk do të kishin pranuar të takoheshin me të dhe jo më të bëheshin vegla mbrojtjeje të një korrupsioni që po i fundos këta personazhe. Personalisht e gjithë kjo tentativë midis Mediut në DC dhe Lasivitës në krah të legjendës, më duket si ajo përpolitja e fundit përpara se kafsha të jap shpirt. E kam shpjeguar këtë fenomenin e fundit të Mediut në detaje, më shumë për të shpjeguar mentalitetin e realitetit të parë me syrin tonë si amerikane, Irena Gjokës, dhe uroj që ky mesazh në një formë apo tjetër t'i arrijë asaj. Një kërkesë kam për Irenën në 7 prill, që është seanca e radhës. Nuk duhet të kesh asnjë mëshirë, dhe jo vetëm, por shto dozën e agresivitetit në maksimum. Fotot e Mediut në Kongres nuk duhet të intimidojnë askënd, aq më tepër drejtësi në Shqipëri, sepse çfarë po ndodh në Shqipëri është detyra jonë si komunitet t'ja u bëjmë të qartë këtyre në Kongres, por shpresa e fundit në Shqipëri për pastrimin e korrupsionit është vetëm spak, dhe tashmë qartazi keni mbështetjen e vetë shqiptarëve. Nuk mund ta quaj Mediun të fajshëm derisa çështja të përfundojë në gjykat. Por siç i themi këtë nga ne, nëse ecën si pat e kakaris si pat, shanset janë që është pat.